Le të hidhemi drejt për drejt në temë. Sot po analizojmë një tekst vërtet magjepsës nga lashtësia, librin e Abdias. Është pak e çuditshme kur mendon se ky është fjalë për fjalë libri më i shkurtër në të gjithë dhjetën e vjetër, por ka një peshë filozofike absolutisht masive. Ai trajton koncepte kaq të thella rreth moralit tonë njerëzor dhe përgjegjësisë sociale, saqë tingëllon fiks sikur të ishte shkruar për botën e sotme. Për të dhënë pak kontekst, emri i autorit Abdia përkthehet fjalë për fjalë si shërbëtori i Zotit. Dhe i gjithë ky tekst nuk është gjë tjetër veç se një paralajmërim jashtëzakonisht i fokusuar, thjesht një kapitull i gjatë. Ai buron nga një kohë shkatrimi të madh, por kujdes, kjo nuk është thjesht histori e kaluar, është një thirrje zgjimi e përjetshme për çdo shoqëri apo brez që vendos ta lartësoj veten mbi dëmshurinë njerëzore. Në rregull, dhe të shohim se si do të rrjedh ky shpjegim. Do të kalojmë shpejt nga paralajmërimi i këtij libri të shkurt te iluzioni i krenarisë, e më pas do të përcaktojmë qartë drejtësinë dhe indiferencën. Mëtej do të flasim për parimin e pasojës, se si e gjitha kjo gjen zbatim në sfidat tona moderne, edhe në fund do ta mbyllim me triumfin e pashmangshme të drejtësisë. Pra, le ta nisim me pjesën e parë, iluzioni i krenarisë, ose ajo që mund ta quajmë si siguria e rreme e Edomit. Tani, për ta kuptuar thellë këtë, duhet të shohim pak Edomin. Ky ishte një komb fqinj me Izraelin, madje me lidhje të ngushta historike. Por kur fqinjet e tyre po shkatërroheshin dhe po kalonin një krizë të tmerrshme, Edomi, ata thjesht reaguan me një arrogancë të jashtëzakonshme. E shihni, ata kishin ndërtuar një lloj kështjelle, të mbrojtur nga malet të larta, me një pozicion gjeografik perfekt dhe një ekonomi shumë të fortë. Mendonin se ishin të paprekshëm. Është fiksi ajo ndjesia kur jeton në një lagje super të pasur, rrethuar me mure të larta, dhe nuk të bëhet vonë fare nëse shtëpia e fqinjit po digjet. Kjo siguri e rreme thjesht u zhduku plotësisht ndjeshmërinë njerëzore. Dhe ajo që është vërtet goditse këtu është kjo fraza thelbësore: krenaria e zemrës sate të ka mashtruar. A nuk është e frikshme se si krenaria ka atë aftësinë absolute për të na verbuar? Krijon atë iluzionin sikur jemi plotësisht të vetmjaftueshëm, sikur pasojat nuk na prekin fare. Por historia na tregon vazhdimisht se ky lloj verbimi është gjithmonë hapi i fundit para një rënje spektakulare. Kjo na sjell natyrshëm te pjesa e dytë e kësaj analize, përcaktimi i drejtësisë dhe indiferencës, ose ndryshe, anatomia e një tradhtie. Le ta analizojmë pak këtë përshkallëzim me 3 hapa. Është vërtet rrëqethës. Hapi i parë, thjesht nuk ndihmuan. Një heshtje e thatë pasive. Por nuk mbaron me kaq. Hapi i dytë kalon në gëzim aktiv për rënjen dhe fatkeqësinë e tjetrit, për të arritur pastaj te hapi i tretë, më i errët fare, të fillosh të përfitosh nga ajo tragjedi. Ky është një ilustrim i përsosur se si mungesa e empatisë nuk qëndron kurrë në një vend. Ajo rritet dhe kthehet shumë shpejt nga një distancë pasive në një shfrytëzim aktiv dhe gjakftoht. Këtu ndeshemi me një përkufizim shumë specifik. Indiferenca nuk paraqitet thjesht si një problem i vogël social apo një defekt kalimtar. Jo. Këtu trajtohet rreptësisht si një korrupsion i thellë shpirtëror. Të injorosh padrejtësinë dhe të mos kesh dëmshuri tregon një kalbëzim të brendshëm moral. Përballë drejtësisë hyjnore, mungesa e një veprimi pozitiv kur dikush ka nevojë urgjente, peshon po aq rënd sa edhe vetë e keqja. Le ta vëmë në perspektivë duke i krahasuar të dy anë, dhunën aktive të atyre që shkatruan gjithçka, kundrejt indiferencës pasive të Edomit, që thjesht rinte, shikonte dhe gëzoi. Çështja thelbësore këtu është se drejtësia nuk fal asnjërin. Ai që refuzon të jap ndihmë kur e ka mundësinë, mbart moralisht të njëjtin faj si vetë agresori. Kaq e thjesht, zero përjashtime. E gjithë kjo çon vetvetiu në pjesën e tretë, parimin e pasojës, ose siç e dëgjojmë shpesh, çfarë mbjell, do të korrësh. Pika thelbësore këtu është jashtëzakonisht praktike dhe e pashmangshme. Çfarë mbjell, atë do të korrësh. Nuk ka asnjë rrugdalje tjetër. Çdo veprimi ynë, madje edhe heshtja, ka një zinxhir pasojash. Në raftin e Edomit të lashtë, kjo do të thoshte se ata do të përjetonin fiks atë lloj vuajtjeje që ja kishin injoruar dikujt tjetër me aq ftoftësi. Është prova absolute që drejtësia nuk harron asnjëherë. Dhe gjithë kjo llogaridhënia arrin kulmin në një koncept që shpesh quhet dita e Zotit. Imagjinojeni këtë si fjalën e fundit.
përgjigjen përfundimtare dhe definitive ndaj së keqes dhe padrejtësisë. Është ai momenti i madh barazues, ku asnjë pasuri financiare, asnjë kështjellë gjeografike dhe asnjë fuqi njerëzore nuk mund të ofrojë mburojë nga realiteti i asaj që kemi bërë. Dhe kjo ilustron në mënyrë geniale atë që mund ta quajmë si sovraniteti mbi sfidat moderne, dhe se si kjo urtësi e lashtë aplikohet fiks për kohën tonë. Nuk duhet të bëjmë gabimin të mendojmë se ky është thjesht një tekst i mbyllur në një arkiv pluhurose të historisë. Absolutisht jo. Kjo është një pasqyrë e pastër për botën e sotme. Ne jemi kthyer në mjeshtra të ndërtimit të kështjellave të reja të indiferencës. Duke u fshehur pas kufive gjeografik, pasurisë apo teknologjisë, shpesh zgjedhim të injorojmë padrejtësitë thelbësore apo vuajtjet e atyre që janë më të rrezikuar. Jemi të prirur të gjejmë siguri kudo tjetër, duke fshirë dhe mshërinë njerëzore nga ekuacioni, eksaktësisht ashtu siç bën ata. Prandaj ky mesazh tingëllon kaq aktual, sepse dita e Zotit është afër për të gjitha kombet. Kujdes me atë fjalën, të gjitha. Asnjë komb i vetëm nuk është imun, asnjë brez nuk është i përjashtuar. Ky është një theksim i qartë se ka një llogarithënie absolute mbi rrjedhën e historisë. Krenaria dhe ai iluzioni që ne jemi të mbrojtur përmes ekonomisë apo statusit ton do të gjykohet përfundimisht nga i njëjti standard etik. Por ka një pikë these fantastike. Le të kalojmë te pjesa e 5 dhe e fundit, triumfi i drejtësisë, shpresa dhe restaurimi. Pavarësisht atij paralajmërimi është zakonisht të ashpër që analizuam thellë deri tani, mbyllja sjell një rrezë shprese që të mbush me frym. Fjala e fundit është pikërisht kjo: mbretëria do t'i përkas Zotit. Kjo deklaratë është një garanci e hekurt. Ajo thekson se mirësia, përulësia njerëzore dhe drejtësia do të fitojnë gjithmonë në fund. Çfarëdo që të shohim sot rrotullnesh, e keqja thjesht nuk mund ta ketë fjalën e fundit. Tani, nga e gjithë kjo analizë, cili është mësimi? Përfundimi është i qartë. Le të jetojmë me përulësi, të veprojmë çdo ditë me drejtësi dhe empati të sinqertë, dhe mbi të gjitha, të mos harrojmë asnjëherë se përgjegjësia jonë sociale ka rëndësi parësore. Krenaria ndoshta mund të duket si një kështjellë joshse sot, por në fakt të çon drejt rënimit. Siguria e vërtet ndërtohet vetëm duke mbështetur të tjerët, jo duke i lënë në harres. Dhe ndërsa mbyllim këtë eksplorim, pyetja e vetme dhe më provokuese me të cilën na duhet të përballemi është kjo: a jemi vallë sot duke ndërtuar thjesht kështjella të reja indiference? Ky udhëzues i lashtë na lë fiks me këtë përgjegjësi për të menduar, sepse në fund të ditës, kur të gjitha muret e mbrojtjes son të fallëse të bien, ajo që do të peshojmë me të vërtet, do të jetë se si reaguam ndaj atyre që kishin më shumë nevojë për dëmshurinë tonë. Shpresoj që ky udhëtim t'ju ketë ofruar një perspektivë thellësisht të re.